Janë duke vazhduar përpjekjet e Deçanasve për të gjetur një zgjidhje për tokat e kontestuara të manastirit të Deçanit. Situata u tensionua sërish pas paraqitjes së një memorandumi nga ambasada gjermane, i cili kërkon të pranohet vendimi i Gjykatës Supreme sipas të cilit tokat e kontestuara i takojnë manastirit. Rasim Selmanaj i tha gazetës Jeta në Kosovë se të martën është duke u mbajtur një takim në mes të asamblistëve të gjitha partive politike. Sipas Selmanajt, kjo gjë është mirë, me që situata nuk po shihet si problem i vetëm një partie, por i të gjithëve. Ramush Haradinaj bashkë me Rasim Selmanajn, kryetari i komunës së Deçanit, që vjen nga radhët e AAK-s, kanë mbajtur të hënën e javës së kaluar një takim me qytetarët rreth çështjes së tokave të manastirit të Deçanit. Haradinaj dhe Selmanaj tentuan që të bindin qytetarët e Deçanit të pranojnë memorandumin e ambasadës gjermane, por qytetarët e Deçanit e kundërshtuan vazhdimisht këtë memorandum. Në pikën e parë të këtij memorandumi kërkohet që komuna e Deçanit në mënyrë të parevokueshme të tërheqë ankesën kundër vendimeve të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me agjencinë e privatizimit në rastet të tokave të ndërmarrjeve Apiko dhe Iliria, duke njohur pronësinë e manastirit për parcelat kadastrale të kontestuara në procesin gjyqësor. Ky vendim i Gjykatës Supreme ja jep rreth 23 hektar tokë manastirit të Deçanit. Sipas Haradinajt, me pranimin e këtij memorandumi do të zhbllokojë situata e cila, siç tha ai, e ka bllokuar zhvillimin ekonomik të komunës së Deçanit. Deçani i kthehet pushimorja me krejt territorin që ka, i jepet komunës, që nuk është pronë e komunës, por është pronë ndryshe. Me këtë detyra juaj sipas meje është se cilit mi a shpjegu pa eufori, nuk du të mi shpall fitore se nuk është mërshëm, po me ditë mu a shpjegu njerëzve se çka është në pyetje. Edhe është në memorandum që kryetari në shumë, në emrin tim, në emrin e juaj, në emrin tonë, po me cilin ne blokojmë gjendjen, nxjerrim diçka. Nxjerrim drejtën shpëtësim, sipër, rrugë, pushimore. Një qytetar pyeti se çka do të bëhet me ato toka nëse nënshkruhet memorandumi. Ai kërkoi të di nëse aty do të ndërtohen banesa kolektive ose se si e parashihte memorandumi një gjë të tillë. Ndërsa Enver Likaj, këshilltar komunal nga radhët e AAK-s, është shprehur i habitur me atë që ai e ka quajtur ndërhyrje të politikës në drejtësi. Unë këtë pikën e parë nuk e shoh pse politika duhet veproj mbi drejtësinë dhe dënijet e drejta pronës së manastirit, e cila më pas mund të kalojnë mbrojtjes UNESCO-s. Në këtë pikën e pestë, do thotë kisha na lejon neve me ndërtu rrugën. A jemi na shteti apo kisha është shtet mbi shtetin? Pas kësaj, Ramush Haradinaj është ngritur për t'u dhënë përgjigje të interesuarve dhe ka kërkuar nga gazeta Jeta në Kosovë të ndalë kamerën. Haradinaj u është drejtuar pastaj të pranishmëve duke u thënë që kjo nuk është marrëveshja më e mirëmundshme, por që është një vendim i Gjykatës Supreme të Kosovës, i cili, siç tha ai, nuk mund të ndryshohet. Haradinaj tha se me pranimin e këtij vendimi do të fillojë të ndërtohet edhe rruga Deçan-Plavë, e cila sipas tij do të ketë një rëndësi të madhe për zhvillimin e kësaj komune. Pas takimit me qytetarët, ku nuk arriti të marrë një aprovim, Haradinaj ka takuar edhe lidhjen e historianëve të Kosovës, deka në Deçan, nga të cilët ai ka kërkuar që të zbusin qëndrimet e tyre kundrejt kësaj çështje, pasi që, siç ka thënë ai, këtu është fjala për një vendim të Gjykatës Supreme. Ramush Haradinaj është larguar nga Deçani, ndërsa historianët së bashku me kryetarin e komunës, Rasim Selmanaj, kanë mbajtur një takim tjetër me qytetarët, ku historianët treguan qëndrime të zbutura. Ky memorandum është tash për tash në këtë stad është zgjidhja vetme më e mira, do thoya, ose më e mundshme për me zgjidh këtë ngërsh politik, do të këtë ngërsh gjyqësor. Realisht vendimin e ka pru Gjykata e Kosovës, e kanë pru institucionet e Kosovës, nuk e ka pru kurkush tjetër. Por të zbutur nuk u treguan qytetarët. Përkras, ne jemi vendimars, se toka është e jana, problemi është e jani. Edhe du me e ditë pse ky memorandum po lyp më tërhek për gjykate, pa dija nga gjykata. A i kemi institucionet të gjykatës mvarnë nga politika apo ta kryjnë detyrën. Pse është tonë kryj presion? A i parë që do të bënë ambasada Gjermane si avlene është 12.000. Visa mi hegremada të 3 karrika më shtru. Asë njenin nga ju këtu, s'ka autoritet me vendos për ato toka. Vis dhe së nështë. Ju jeni përkras për të mirë,
Selmanaj në fund të janarit, kur ishte përuruar fabrika e mjaltit Golden Honey, pati deklaruar se çdo propozim apo edhe vendim që është në kundërshtim me interesat e komunës së Deçanit nuk do ta ketë përkrahjen e komunës. Asnjë memorandum që bjen ndesh me interesat e komunës së Deçanit, normal që do ta përkrahojmë. Mirë po, ne jemi të gatshëm për me bo zgjidhje, mirë po, e kam thonë disa zgjidhje më mirë është me u respektu ligji dhe këto prona duhet me dalë në privatizim. Ndërkaq pas një muaji, i pari i Deçanit deklarohet ndryshe. Po ashtu e tha këtu një zotninj, tha kush e nënshkruan është tradhtor. Veç morë me. Kërkush s'ka kompetencë në komune me jallon pronat në këtë rast manastira. A e dini pse? Duhesh me qenë pronar si komune për me jallon dikujna. Mirë po na nuk jemi pronari. Kështu që problemin e dini ka marrë vendim Gjykata Supreme e Kosovës. Fatkeqësisht, kjo është e vërteta. Do ka marrë vendim gjykata, por jo komuna. Sipas tekstit të memorandumit, manastiri e bartë të drejtën e shfrytëzimit të parcelave kontestuese. Kërkohet heqja e hotelit Iliria që të bëhet ripyllëzimi, ndërtimi i disa shtigjeve dhe vendosja e disa bankave. Asnjë ndryshim në lidhje me shfrytëzimin nuk do të jetë i mundur kundër vullnetit të një pale tjetër, thuhet në mes të tjerash në tekstin e memorandumit. Edhe pse Haradinaj, si dhe kryetari Selmanaj, u zotuan se do të hapet mundësia për ndërtimin e rrugës Deçan-Plav, skaj manastirit, pika e 5 të këtij teksti thotë se manastiri do të jap miratimin e tij për rehabilitimin e rrugës që çon në Lugin dhe kalon nga manastiri. Ndërsa komuna siguron që rehabilitimi nuk do të tejkalojë gjerësinë e tanishme të rrugës brenda kufirit të përcaktuar me rregullat për zonat e veçanta të mbrojtura. Një grup prej rreth 200 qytetarësh të komunës së Deçanit, të organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës, u mblodhën në mesditën e së premtes në qendër të qytetit për të protestuar kundër memorandumit të mirëkuptimit. E jazin e Deçanit që vaditin 15 katon me këtu, e ka blokua e s'kemas me vadit një kopshta dishka. Ju lutëm që kyqimet që kanë atësunon e pivotojmë për toka tona, për mal tonim. As një gisht që alëshojmë kish, as kokujna, as kërkuj që alëshojmë. Jo, bëtë, s'kemi në që të coba i kemi pas tonat. Manastirit janë dhënë në posedim 23 hektarë të pronave që në evidencat katastrale të vitit 1932 dhe në vitin 1956 ju takonin banorëve të Deçanit. E më vonë, me shpronësimin e tyre, evidentohen në emër të këtyre ndërmarrjeve. Të gjitha këto transaksione juridike janë bërë duke u bazuar në kontratën mbi faljen e këtyre pronave manastirit të Deçanit. Në anën tjetër, as Asamblea Komunale e Deçanit në mbledhjen e saj të premten nuk ka pranuar as që të futet në rend dite diskutimi rreth kësaj çështjeje, duke shtyrë për një mbledhje tjetër. Në procesin gjyqësor në mes të kompanive, Iliria, Apiko dhe Komuna e Deçanit kundër manastirit të Deçanit, palën ankuese e përfaqëson zyra ligjore e UNMIK-ut. Brenden Varma, zyrtar për informim në UNMIK, i tha gazetës Jeta në Kosovë se ky institucion nuk ka koment rreth memorandumit të ambasadës gjermane.